Mos pini kurrë vaj ulliri nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Vaji i ullirit është një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Përmbajtja fenolike sterile dhe acidet yndyrore si acidi lineolik dhe palmitik, acidi gjithashtu që gjendet te vaji i ullirit, siç është ai esencial, e bëjnë atë një nga produktet të padiskutueshëm në tryezën tuaj, që mund t'i japin përfitime të mira për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi i tij është i sigurt nëse merret ashtu si duhet nga goja ose aplikohet edhe në lëkurë. Mirë po, studime të ndryshme kanë treguar se vaji i ullirit nuk është i tolerueshëm të konsumohet në këto raste. Nëse vuani nga diabeti, tregohuni më të kujdesshëm, gjithashtu nëse doni të përdorni vajin e ullirit në dietat tuaja ditore, pasi mund të ndikojë në shumë aspekte të shëndetit. Vaji i ullirit mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe për këtë arsye, të gjithë personat të cilët të vuajnë nga diabeti duhet të jenë më të kujdesshëm me përdorimin e vajit të ullirit, pasi mund të ndikojë në glukozën tuaj dhe të nxittë edhe një rritje të papritur të tij. Mos konsumoni vaj ulliri përpara një ndërhyrje kirurgjikale. Healthline citon se vaji i ullirit mund të ndikojë te sheqeri në gjak duke ndikuar kështu edhe në mbajtjen nën kontroll të gjatë edhe pas operacionit. Mos përdorni vaj ulliri 2 javë përpara një operacioni të planifikuar, në mënyrë që të evitoni komplikacionet e shëndetit dhe të përmirësoni organizmin. Mos konsumoni vaj ulliri nëse po trajtoheni për tension të lartë të gjakut. Përdorimi i vajit të ullirit së bashku me medikamentet për tensionin e lartë të gjakut mund të shkaktojnë gjithashtu një ulje të papritur të tensionit dhe të nxisin përkeqësimin e shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj në këto raste tregohuni më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm me vajin e ullirit. Përpiquni të monitoroni më mirë nivelet tuaja të glukozës dhe vigjilent duhet të jeni për shëndetin tuaj gjatë gjithë kohës. Gratë shtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji duhet të jenë më të kujdesshme me përdorimin e vajit të ullirit, pasi ky i fundit mund të ndikojë në shumë çështje të shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se një lugë vaj ulliri çdo ditë në dietën tuaj mund të ketë efekte të tip pozitive, por nëse e teproni me konsumin e tij, përgatituni për anën negative të shëndetit dhe dëmet që mund t'i krijoni organizmit. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinën tonë, konsumi i tyre në mënyrë të moderuar mund të ndikojë në shumë aspekte të organizmit. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet që vaji i ullirit jep në dietën tuaj, tregohuni të kujdesshëm me mënyrën se si e shtoni në dietën tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore do të luajë një rol të mirë pozitiv edhe në organizmin tuaj, sidomos duke përmirësuar shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është pjesë përbërëse themelore e shumë produkteve të ndryshme kozmetike. Redukton gjithashtu skuqjen dhe enjtjen dhe mbi të gjitha mund të ngadalësojë shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral që mund të mbajë larg komplikacione dhe të sigurojë një mbrojtje më të mirë të lëkurës. Shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje fantastike edhe për humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete pozitive me konsumin e vajit të ullirit ka treguar se mund të mbajë larg këto komplikacione dhe të evitojë gjithashtu problemet e peshës. Ndjekja e një diete mesdhetare e cila ka piknisje vajin e ullirit ka treguar se mund t'i japë një larmishmëri të përfitimeve të shëndetit tuaj dhe të evitojë gjithashtu ndikimin e dëmshëm në peshë. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë gjithashtu grumbullimin e pikave në tru, të cilët mund të ndikojnë gjithashtu edhe në dëmtimin e shëndetit të kujtesës dhe jo vetëm. Këto pllaka mund të shkaktojnë edhe një rënje të aftësive të
shëndetit të kujtesës dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe problemen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Shtimi i vajit të ullirit do të japë rezultate pozitive edhe në shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit është i mirë për njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një prej burimeve të acideve yndyrore omega 3, më të rëndësishme për shëndetin tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja yndyrore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin e kockave. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit ekstra i pastër mund të përmirësojnë shëndetin tuaj të kockave dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Nëse doni të merrni në maksimum përfitimet e këtij produkti, sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të zvogëlojë edhe inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit mund të ulë gjithashtu edhe dëmtimet e inflamacioneve, pasi yndyrnat omega 3 do të zvogëlojnë këto probleme. Nga ana tjetër mund të ndihmojnë në ndalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht nga inflamacionet. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje fantastike për shëndetin e zorrës. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë edhe ulçra. Vaji i ullirit është provuar të jetë një luftues shumë i mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe problemeve të cilat i rezistojnë edhe medikamenteve. Vetëm 30 ml vaj i ullirit çdo ditë mund të përmirësojë kështu florën tuaj bakteriale dhe të mbajë larg komplikacionet e organizmit. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj duhet të bëhet me kujdes dhe brenda normës së rekomanduar, për të evituar kështu ndikime negative të tij në shëndetin e përgjithshëm. Vaji i ullirit në kombinim me limonin mund të shndrohet gjithashtu në një produkt fantastik për mbrojtjen e organizmit, parandalimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Duhet të dini se shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu mënyra më e mirë ushqyese për shëndetin tuaj në luftën kundër komplikacioneve dhe jo vetëm. Konsumi një lugë vaj ulliri në ditë mund të lidhet me përfitime të larmishme për mbrojtjen tuaj. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë në vaktet tuaja ditore do ju ndihmojë gjithashtu në menaxhim më të mirë të peshës së trupit, në kontrollin më të mirë të luhatjeve të sheqerit dhe rezistencë më të mirë të organizmit tuaj në luftën kundër depresionit dhe problemeve të ndryshme kronike. Vaji i ullirit, i shtuar si duhet në dietat tuaja ditore, do të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin kundër depresionit. Nëse i vuani nga depresioni, një lugë gjelle vaj ulliri e shtuar rregullisht në dietat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje fantastike ushqyese për shëndetin tuaj. Truri juaj është 60% yndyrë, që përbëhet kryesisht nga acide yndyrore të pangopura omega 3, omega 6. Yndyrnat omega kontrollojnë gjithashtu edhe zhvillimet tuaja të trurit, ndaj shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja mund të përmirësojë shumë këtë aspekt dhe të mbajë larg komplikacionet. Një studim nga Franca i vitit 2018 i botuar në Foreigners in Psychology shqyrtoi kështu rolin e vajit të ullirit edhe acideve yndyrore të pangopura në shëndetin tuaj të trurit, duke i dhënë atij një mbrojtje më të mirë në luftën kundër depresionit. Vaji i ullirit është një element pozitiv për kujtesën tuaj. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë mund të kontribuojë në zvogëlimin e riskut të humbjes së kujtesës. Humbja progresive e kujtesës lidhet gjithashtu me sëmundjet e Alzheimerit, që është një nga çrregullimet bazë të organizmit tuaj. Ndaj shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për nxitjen e kujtesës dhe jo vetëm kaq. Vaji i ullirit duhet të konsumohet me moderi dhe brenda normës së rekomanduar nëse doni të merrni vetëm përfitimet e tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video
kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.